Me lejnë Allah të azza wa jall, në këtë khutbe do të flasme kejfe helekel umem e sabiqa, qysh Allahu azza wa jall i ka shkatëru popujt e mëhershëm. Allahu azza wa jall në Kur'an tregon shumë popull se qysh Allahu i ka shkatëru. Mirë po ne do i marrme vetëm ata popull që mesin e tëre kanë qenë të njohur edhe profetët e tëre. E mi marrë të gjithë ata popull që Allah zë i ka shkatëru, në vërtet nuk na dalin khutbe. Mirë po do të flasme vetëm ata popull që mesin e tëre kanë pasur profet. O ju vëllezër, çfarë dobije na kemi në qoftë se na flasme se qysh Zoti ka shkatëru popujt e mëhershëm? Dobija e parë është li na'lama anna Allaha shadidul iqab, me ditë mirë që me të vërtet dënimi i Allahut është i rënd, është i dhimbshëm. Wa anna Allaha ala kulli shay'in qadir, dhe me ditë që me të vërtet Allah është ai i cili është i plot fuqishëm për çdo gjë. Gjën tjetra ju vëllezër, për me ditë njëjtën gjë që tërheqmi brejten në vetën tonë, që mos bëmi prej tëre, që mos bim në punët e tëre, e pastaj me na rrog ndonjë dënim. Ma jo qysh e ka rrog dënimi i popullit më hershëm, mirë po dënimi i cili i shkatëran veprat e tona dhe zemrat e tona, apo na i largon Zoti imanin. O ju vëllezër, Allah azza wa jall tregon në Kur'an se qysh ata popull i ka shkatëru, duke thënë: "Fa kullan akhadhna bi dhanbihi", ne i kemi shkatëru ata të gjithë shkaku i mëkateve të tyre. Shiko, subhanallah. Allah po thot, ne i kemi shkatëru të gjithë ata popujt para jush që kanë qenë shkaku i mëkateve të tyre. Pastaj Allah po thot: "Fa minhum arsalna alayhi hasiban", e për tyre ka që kemi shkatëru me erë të fortë që mbajnë guraleca. Erë e fortë që mbajnë guraleca, Allah ka çu mesin e këtyre popujve dhe Allah i ka shkatëru. Wa minhum man akhadhathu sayha, e për tyre po thot Allah ka që i kemi shkatëru me zë të fortë. Shikoj vëllezër, me zë të fortë, ka ardhur za i qiellit, për qiellit, nuk kanë mujt njerëzit me ndëgju atë za, dhe për minjarë kanë vdek, këtë populli, subhanallah. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, e për tyre ka që i ka përbit toka, popull komplet e ka përbit toka, dhe Allah po na tregon se qysh i ka shkatëru popujt e mëhershëm. Wa minhum man aghraqna, e për tyre ka që i kemi mbytur. Aghraqna ka për qëllim mbytje. Ka për popujve që Allah i ka mbyt në dy forma: mbytjen e fundosjes me ujë, apo mbytje e fundosjes i tham kështu, por mbytje me tokë. Dhe e shohim se çysh Allah i ka përmbyt. E ka çu tokën te na Xhibrili, e ka kthyr te poshtë, i ka përmbyt gjitha. Këtë popull, subhanallah. Allah ka obligu Nuhin, kon fillah te me ndreq anije. Ka fillu Nuhi a.s. me ndreq anijen, ka nar populli i tij, kanë bo ajgare. Nuhi ka thonë: "Çush po bani ju ajgare, edhe unë me juve kam me bo ajgare, se shpejti kam ju rrog dënimi i Zotit." Allah azza jali thot: "Hatta idha jaa amruna wa farat tanur", ka thonë basabër të dërëm, dhe i sot vjen urdhë i Zotit, dhe i sot shfaqet, ka thonë o Nuh, dhe i sot shfaqet uji mbi tokë, apo dhe i sot fillan toka me qit uj. Kur ka fillu toka me qit uj, e ka pa nuja le të kujtë që u që më nëgjes. E ka ndërtu anijen që u që më nëgjes, Allah kështë e ka të rejtë vrejtën. Kur ta shen ujnë të dalë për tokës, filla me hi në anije dhe filla me thirë, këtë ka dy, da thonë dy qifte, mashkull femër, çdo send, kanë fillu me hyp në anije e ti. Por se ka fillu me hyp në anije e ti,
ka fillu uji më ushtu prej tokës, ka fillu shi me ra prej qiellit, derisa ka ardhur ajet koranor, Allah na tregon anija e tij ka lëndru dhe ka arrit më shumë se sa një kodër, më shumë se sa një kodër, lartësi shumë e madhe ka qenë. Thuaj që deri në qiellin e parë thotë që është prek uji, as shumë ujë që ka pat. E Allah Azza wa Jall po na tregon se qysh ka shkatërru këtë popullin e Nuhit a.s. Pas që është mbush ujë e kështu të më radhë, ju shkatërru, ju më fundos të gjithë popujt, në të gjithë popujt i Nuhit a.s. Allahu i tha tokës, o kile ja ardu i bele'i ma eki, o i tokë që ta është filla me pi ujin, o ja semau akli'i, o qiell ndale shijun, o qiell paksaje dhe me thonë shijun. Shika, o ju vëllezër, se qysh Allahu për shkatëran një popull të Nuhit a.s. Ta'ala wa nashuf kayfa halaka qawmu Lut. Hajde të hecmin kohë. Ta shikojmë se qysh Zoti ka shkatërru popullin e Lutit. Popullin e Lutit a.s. Ndërsa ai cili është martu burr me burr ka qenë populli i Lutit a.s. Allah Azza Jall tregon: "Falamma ja'a amruna", dhe kur i erdhi atyre urdhri i Allahut me shkatërru këtë popull të Lutit a.s. Dhe Luti ka qenë prej profetëve të Allahut, ja ka tërheq vërejtën popullit të tij që mos me bë këtë mëkat, mos më martu burr me burr, mos më martu burr me burr, mos mi bëu Allahut shirkjat e kështu të mëra. E Allah po thot, e përderisa atyre i erdhi urdhri i Zotit për shkatërrim, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Thot Allahu, na e kemi të obliguar, Allah ka obligu Gjibrilin me shkatru këtë popull. Ka në tefsir, si mbas tefsir këtij ajetit, ka orë Gjibrile vetëm një kraror të tij e ka shtrinë në tokë, e ka qu të nalt, ka në e gjanin tefsir këta e gjanin. Këtë kja fjallë që po i tham e gjanin në tefsir el Begawi, në tefsirin e Begawi, Gjibrili me urdhën Allah e ka fut dorën në tokë, e ka ngrit në qiell atë tokë, dhe i sa me lekët kanë thonë, shko bomëre, për ndëgjo zani i knusit, zani i qenit në qiell. E ka rëtlu tokën dhe të gjithë i ka përmbys ato njerëz. Kjo është një dënim për tëre. E dënimin tjetër të njëjtin popull që Allah Azza Jall ja ka qu, është që Zoti i ka gjujt njerëzit në guraleca që të kanë qenë, domethënë, flakërun, ka qenë për zjarrit, e vendosën njënë me tjetër, domethënë, e furt, dhe kër e ka godujt njeriun, ja ka koll trupin e tij. E mufessirënët thojnë, ka nërë këta gorz për qiellit që Zoti ka gjujt. Thojnë se në qiell është një kodër e madhe që Zoti ka shndruar në flak dhe e ka mbyt popullin e Lutit alayhi salatu wassalam. Pse ju vëllezër kjo shkatrim tek populli i Lutit? Allah Azza Jall ja ka tërheq vërejtën dhe Luti ja ka tërheq vërejtën. Mos bani punë të paheshme. Mos u martani domethënë burr me burr, martano burr me grua. Ja ka tërheq vërejtën që të keni frikën Allahut Azza Jall dhe ja ka tërheq vërejtën që të besoni në Zotin. Mirë pa ata gjitha asnjë për tyre nuk i kanë dëgju dhe më pas i ka ardhur dënimi i Allahut Azza wa Jall. Ta'alu wa nashuf kayfa halaka qawm Hud. Hajde të hecmin ko dhe ta shikojmë se qysh Allahu Azza wa Jall e ka shkatëru popullin e Hudit a.s. E populli i Hudit a.s. është quajtur Ad. E shihni në Koran shumë. Popullit Hud është emër që është i profetit. E populli i tij është quajtur Ad. Allah Azza Jall tregon se çfarë populli ka qenë kë. Kanë bërë shirkijate, nuk i kanë besuar Allahut Azza Jall, kanë bërë përgjënjështrime, kanë bërë mëkate dhe inati me profetin e tyre, se kanë dëgju. Në stop da thonë kanë pot polemik me profetin e tyre. E më pas Allahu
tregon se qysh e ka shkatërruar këtë popull, thot: "Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiya." E na popullin e Adit e kemi shkatëruar me një erë të fortë që e ka sjell kjo erë e fortë ftoft dhe zë të rënd, derisa as zë të rënd ka pat fuqi e zanit, ftoft i madh. Na thon kanë dëgju erë, po të njëjtën gjë, era e ftoft, kanë dëgju edhe zas, kanë mujt me dëgju mo zanin që ka ardhur prej qiellit, derisa ka ardhur, ju kanë plas gjoksat e tyre, zemrat e tyre kanë plas prej zanit. Subhanallah. Shiko se qysh Allahu ka shkatru popujt e mëhershëm. Shkaku i shirkut, shkaku i përgënjeshtimit, shkaku mes besimit, Allahu na ruaj. Ta'alu wa nashuf kayfa halaka qawmu Thamud. Eja me ne ta shikojmë të thojmë në kohë se qysh Zoti e ka shkatru popullin e Thamudit. E që në këtë popull ka qenë një profet është quajtur Salihu a.s. Populli është të bu. Ka thonë, a pithu vetit i profet? Po. Ka thonë, a peshen qitë guri qitë shkam qëto që është? Ka thonë, po pesha. Në qofë se mrena qëti shkamit e nëzirë një deve, na kena me të besu. A besani? Ka thonë, po. A e dini që me bumës me besu, me përgënjështu, minjar kam ju rrugë dënimi Zotit. Ja, ka thonë, atë besojme. Me fuqinë Allah e ka lut, Salih këj profet e ka lut, Allah në Azogjel, prej gurit ka dal devja. Çka i ka thonë këj profet? Mos gabani ka thonë me e dëmtu deven, me e prej deven. Allah e ka qu argument mi besu dhe na kena me furnizu, da thonë kena mu furnizu prej saj, kena me marë tamël prej saj edhe kështë të mëra. Edhe ju në furnizu prej saj, kam pot bereqet prej saj. Deri sot devja, ka ra edhe shnash ka ra, kanë lakmu. Pse mes me thirë me bu mish këta, ju në të bu fise edhe kanë godit deven. Në atë moment që ka godit deven, kanë ndryshu zhdo sen, zhdo pamje. Ka arë Salih, këj profet i ka thonë, keni ku 3 ditë për pendim. E në qofë se ju nuk pendoheni, do t'ju vjen da më thonë dënimi i Allahut Azza wa Jall. Allah i ka prit 3 ditë. As 3 ditë nuk jonë pendu, me thonë kemi bu me katë. Ky profet Salih ka thonë mos ta prek mi deven, ne e kemi prek, nuk jonë pendu. Pasaj Allah të reganë se qysh i ka shatru ata. Wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jathimin. Na më të vërtet ju kemi qu atyre dridhje toke. E ata kanë jetu edhe na për shpela, kanë po da më thonë shpela, kanë shëndru në shtëpi e kështë të mëra. Në Allah e ka qu dridhje tokës mesin e tëre, dhe i ka bo që me zë të fëqishëm, ka një zë i fëqishëm, që i ka bo ata të vdesin me ftyrat e tëre në tokë, të vdesin për zërit, të vdesin për dridhjes të tokës, dhe me pas, as shumë ka fillu dridhja e tokës dhe as shumë ka fillu ky zë, kanë fillu ftyrat e tyre mu nzi, mu shkuq dhe mu zver dhe në fund kanë vdek. Shikoj ju lëzër se qysh Allahu Azza wa Jall po na tregon se qysh popullit e mëhershëm i ka shkatëru ata. E ky shkatërim për popullin e Salihut ka qenë shirku të cilën ata e kanë bo, mos friga ndaj Allahut, mos besimi në profetin e tij dhe në Zot, dhe mos pendimi, nuk ju pendu tek Allahu për ato që Salih ka thonë, pendanu keni kohë 3 ditë mu pendu, ata nuk ju pendu. Ta'ala nashuf kayfa halaka qawmu Shu'aib. Eja me ne, të thojmë në kohë, ta shikojmë se qysh është shkatëru populli i Shuaibit alayhi salatu wassalam. Ky popull i vëllezër ka qenë prej atyre që edhe kur kanë matë sene tregti, kur kanë bo, kanë hangur hakin e njerëzve. Dhe Shuaibi ka tërheq vrejtën këtij popullit. Mos e banin peshore me vjedh, mos tradhani, mos bani mëkate, mos bani shirk. Mirë pa ata e kanë shtu të pricën e tëre
kundrështim me profetin që ka qenë ky Shuaib. Atëherë Allah azza jall tregon se çfarë dënimi ka qenë, dhe gjani me vëmendje vëllezër. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. Ata kanë përgënjështu këtë profet, i kanë përgënjështu argumentet e Zotit, i kanë përgënjështu wahin, shpallën, mos e bani ata kanë bo, besani s'kan besu. Allah po thot, na ja kemi qua atyve një dënim të ranë me një dit. Aja dit e din cila quhet? Jomi dhulle, dita e reve, hijes. Zotë e ka qenë një zhek të madh. S'kan mujt me nejt asna por shtëpiat e tyre. E kam pa midis Saharës që ati, veç ati pas ka hije, për reve. Që ati e kanë shku? Këtë popli unë të bu, në hije. Që ka bo Allah azza wa jall? Mesin e tyre ka qu të njëjtën gjallë. Dridhje tokës e njëjta. Kur ka shku në atë hije, dridhje tokës mesin e tyre, për fundi ka e tyre ka qu. Pastaj nxehtësi edhe më e fortë, edhe pse kanë qenë në hije. Pastaj ka ardhur një zë i qiellit. Për qielli ka ardhur një zë. Në moment kanë vdekur krejt. Subhanallah. Shikoj vëllezër se çfarë dënime Allah dhe fashkatërrime Zoti ka bërë me popujt e mëhershëm. Për çfarë arsye vëllezër? Shkaku mosbesimi në Allahun, shkaku i shirkiateve, shkaku i mos ndëgjimit të profetëve të tëre, e kështu të mëral. E fundit o ju vëllezër, qysh Allah azza wa jall e ka shkatërruar Firaonin dhe ju e dini bashmir. Historia e gjatë me Musajin alayhi salatu wassalam. Musa i kërkoi prej Firaonit, shlama popullin tem. Shlama popullin tem, merre popullin ton, hec. Mbas e shkoi Musa me popullin e vet, Firaoni me ushtrinë e tij mbas e ka ndjek, me 6.000 ushtar. E ka ndjek që me mbyt Musajin dhe popullin e tij. Pastaj ata populli i Musajit bashkë me Musajin arritën tek një dete dhe panën që nuk ka shpëtim ku me shku. Ndërsa Musa i tha, Zoti është me mu. Zoti është me mu, nuk më lën mu Allah azza wa jall. Allah azza wa jall tha, godite me shkopin ton detin. E goditi 12 rrugë Zoti e ka qelë prej atij detit me të i kalu. Kur e kam pa da me thonë Firaoni se çfarë mrekullie e madhe, është hap deti, 12 rrugë. Edhe ata kanë hyrë. Pas se kanë hyrë, Allah azza wa jall i ka bo që mu umshel rrugët, atyre rrugët që Zoti ka qelë në mesin e detit, dhe i ka fundos të gjithë. I ardh pendimi Firaonit. Mirë po, nuk mujti me përfundu edhe fjalën e thonë në besaj Zotin e Musait. As i ardh përfundimi, Allah e fundosi nu. Pas që e fundosi nu është edhe ajet kuranor, që Allah thotë e kemi lanë argument për juve, jo për neve. Mufesirin thonë jo për neve. E ka lanë argument për popullin e tyre se ka dalë trupi i tij jashtë detit edhe kanë pa krejt njerëzit. Thonë ky është Firaoni, që Zoti e fundos. Ky është i ka thonë vetit Zot. Subhanallah. Andaj o vëllezër, e lusmi Allah azza wa jall që Zoti të na ruan prej dënimit të tij. Këta histori dhe këta popujt e mëhershëm që na i cekëm janë se qysh Zoti i ka shkatëruar mesin e tyre. Dhe shiko se çfarë fuqie ka Zoti, dhe shiko çfarë kudreti ka Allah azza wa jall. Andaj të kemi kujdes për shirkut, kemi kujdes të përgënjeshtimeve të ajeteve, kemi kujdes me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kemi kujdes me fjalën e Allahut, se ndoshta mundet që edhe tek na me ordënimi, ama jo për popullin e mëhershëm, se na kanë garantuar pejgamberi këto, mirë po na vjen neve dënimi, na fluk Zoti në dynja. Çan dynja është me dynja më mirë, apo ta merr imanin Allah na rut. Apo të çan sprova shëndet, në vlat, pasoni, ngruhe, e kështu të mëra, çka të ran Zoti. Allah na rut për dënimin e tij, ya Rabbil alamin.